Për të kuptuar se sa anormal është Shqipëria jonë dhe parlamenti demokratik, mjafton Elbasani, kërthiza e Shqipërisë, e profesor Xhuvanit, e normales së madhe të dijes, ku Sara Mile përzuri profesor Luciano Boçin, ku? Në Shkodër, qytetin martir. Pse vallë? Ai atje nuk është autokton. Diktojnë bandat edhe listën e Partisë Demokratike, ku Lulzim Basha e vendosi dhe ai fitoi me Hercin, sepse e votuan qytetarët si birin e tyre të dijes, të fjalës së lirë. I ku do ndodhur? Përse ky mashtrim i madh? Që të dëgjojmë Zegjinen dhe Sara Milen si tallen në parlament? Të mëshme. Këto ndodhin vetëm në emër të demokracisë, në Shqipërinë tonë që po i shtrëngohet laku ditë për ditë.